Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shkupi është kthyer në kryeqendrën e Bashkëpunimit Ekonomik Shqiptar Maqedonas. Një tryezë të vetme janë mbledhur institucione, biznese, media dhe organizata nga të dy vendet në kuadër të forumit të biznesit Shqipëri-Maqedonia e Veriut për te kufive. Një takim që synon të kthejë afërsinë gjeografike në partneritet ekonomik të matshëm. Forumi organizohet nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Shkup në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Ai vjen në një moment kur bashkëpunimi rajonal nuk është më alternativë, por domosdoshmëri për zhvillim ekonomik, lidhshmëri dhe përshpejtim të integrimit evropian. Investimet, korridori 8 dhe turizmi janë tre çështjet kryesore që trajtohen në këto panele. Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalje në det, të hiqen barierat doganore dhe Durrësi të bëhet një alternativë portit të Selanikut. Apeli vjen nga biznesmenët e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për te kufive që u mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovsi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencialit real. Sipas tij, shkëmbimi tregtar vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup, Denion Mejdani, në forumin ekonomik për te kufive vlerësoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën europiane të transportit. Është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik shpesh flitet për misi, në ekonomi misia promovohet me projekte. Dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejnë fqinjsinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi. Sipas tij, Shqipëria është e Maqedonisë si partner natyror, dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinjësi moderne dhe prosperitet. Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit tonë. Mos përputhja e ofertës dhe kërkesës së punës, mungesa e stafit të kualifikuar, shpërngulja e të rinjve dhe prania e ekonomisë informale janë sfidat e Maqedonisë së Veriut në kuadër të procesit Berlinit. Ministri i Ekonomisë dhe Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, mori pjesë në takimin ministror për Ballkanin Perëndimor në kuadër të procesit Berlinit në panelin Promovimi i punësimit dhe strategjitë efektive për tregje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të punës. Në fjalimin e tij, ministri Dyrmishi theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet të përkushtuar në zbatimin e reformave që do të kontribuojnë për treg më të fortë, më fleksibël dhe më konkurrues të punës të harmonizuar me standardet dhe politikat europiane. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçunski, ka deklaruar se NATO është më e fortë se kur, pavarësisht kritikave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump dhe aleatëve europian. Në intervistë për Euronews, Moçunski tha se administrata Trump ka ndikuar në forcimin e aleancës ushtarake dhe rritjen e angazhimit të vendeve anëtare për mbrojtjen. Ministri paralajmëroi gjithashtu për ndikimin keqdashës të Rusisë dhe Kinës në rajon, duke theksuar se kërcënimet hibride shtohen aty ku rritet zhgënjimi dhe bie besimi tek proceset integruese. Sipas një sondazhi të janarit 2026, rreth 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të votonin për anëtarësimin në BE, megjithëse shumë prej tyre nuk besojnë se dera e Unionit do të hapet realisht për vendin. Rajoni. Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Hamza, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Hamza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Hamza para mediave. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë
nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë ku të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirë po të gjithë garojnë për deputet. Kryenegociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian Jeton Zulfaj bë thirrje që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kosovo is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations. Apeli i ministrit Zulfaj vjen nga Kipro ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet europiane. Kosova bën progres në kuadër të procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadër të procesit të Berlinit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mbrojtja e mjedisit është nga grup kapitulli më sfidues në kuadër të negociatave për anëtarësim për Shqipërinë. Paralajmërimi vjen nga kryenegociatorja Melinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Ropën dhe Punët e Jashtme, ndërsa renditi një seri detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për anëtarësim. Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burime të rinovueshme. Standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për anëtarësimin dhe pas anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian Mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha dhe në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje, ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë. Apelon Melinda Dhuka. Në kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, Albana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparence në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me kryenegociatoren Melinda Dhuka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet europiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të cënojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve. Bota. Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve ukrainës përbën një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizoritë më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit për rikthime e fëmijëve të Ukrainës, bashkë organizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen europiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas vuri në duke se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshin operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Ormuzit, duke shtuar se plani i tij operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samarisë, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit, nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terrori është rregull. Në Izrael dhuna është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagim u bën paralajmërime se shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksionet e reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtarë evropian dhe akuzoi udhëheqësit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rrënjosur në hipokrizi.
Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij i sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Armëpushimin me Iranin Trump e cilësoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënësi i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rast të një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik lanceri forcave ajrore amerikane ka kryer një flutërim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm ajror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Bashkimi Evropian po punon për rregulla të reja për të kufizuar modelet e biznesit të medjave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj medjave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian po synon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.